Qerek shekulli pas vrasjes së vëllait të tyre, dy vëllezërit Artur dhe Arben Milli janë arrestuar në Itali dhe do të ekstradohen në Shqipëri për të vuajtur dënimin e shqiptuar nga gjykata e Lushnjës. Ata ishin shpallur në kërkim nga drejtësia shqiptare që në vitin 99 dhe u dënua në mungesë me 32 vite burg për vrasjen e Rezarmetajt në Lushnje në vitin 99. Ngjarja kishte motive hakmarrjeje. Në vitin 97, i riu kishte vrarë vëllain e tyre Sokol Mëhilli dhe ende nuk ishte arrestuar nga policia. Pas kësaj, dy vëllezërit u aratisën në Itali, ku jetuan me identitete të rreme, Artur Davidi dhe Arben Gjermeni, dhe siguruan leje qëndrimi. Sipas informacionit të Interpolit në Tiranë, autoritetet italiane raportuan se disa familjar të lidhur me dy të kërkuarit jetonin në një zonë, duke dhënë mundësim për identifikimin e tyre. Me mungesën e shenjave të gishtrinjve në Shqipëri, agentët gjetën fotografi të vjetra të Artur dhe Arben Mëhillit dhe përdorën teknologjinë Face Recognition për t'i krahasuar me fotot që Italia u dërgoi të shqiptarëve me identitete të tjera. Rezultatet konfirmuan se ata janë dy personat e shpallur në kërkim ndërkombëtar. Arturi ishte 33 vjeç kur kreu vrasjen, ndërsa sot u arrestua në moshën 60 vjeçare. I vëllai Arbeni ishte 27 vjeç në kohën e krimit dhe tani është 54 vjeçar. Të dy u dënuan për vrasje me paramendim dhe armbajtje pa leje. Vëllai i tyre i vrarë, Sokol Mëhilli, është babai i Stenaldo Mëhillit, gazetarit i cili u bë i njohur me pjesëmarrjen e tij në spektaklin Big Brother VIP Albania, ku tregoi edhe detajet e vrasjes së babait të tij, kur ishte vetëm 1 muajsh. Pas arrestimit në Itali, autoritetet shqiptare dhe italiane po bashkëpunojnë për të finalizuar procedurat e ekstradimit të Artur dhe Arben Mëhillit në Shqipëri për të vuajtur dënimin.